Merry Christmas! Hej, përshëndetje dhe mirë se vini në një video të re në kanalin tim. Më saktë në një vlog mas tjetër. Po bëhem gati, do dal me Dearën dhe sa mision i sak do ta shikojmë gjatë rrugës, nëse do arrim apo jo. Tani unë bëra pak syt me concealer rreth të syve, një labelo, ndërkohë që lart do vendos ku e kam. Lart do vendos këtë, e kam marrë tek 1500 lekë në Shqipëri. Është fiksi i... Mami? Mami da? është fiksi i Benefit dhe fakti që më po vendosi sepse më dalën shumë kjo. Jo, unë ty. Jo ti. Parfumi im i preferuar, i cili është ky nga Nux. Ka aromë shumë të mirë, madje ka dhe vajnë dhe them se vajnë unë nuk kam për ta ndruar më. Do vendos vetëm pak fare blush, po nuk hapa concealerin. Këtë konturin. Neva, po. Qinë më mami? Po jo, nuk ta jap dot mami ty këtë. Jo. Zot, kush ideja, kujt që unë të lyesha me Dearën? Nuk e di. Kaq, nuk është se po bëj gjë tjetër. Në fakt do vendos edhe pak fare labelo nga ky dhe marrë dhe me vete. Mami? I'm Chelsea. Mami, Hej! Po dal prap, e kam hapur kamerën prap duke ikur në dyqan. Hapi koha dhe është gjë super në fakt, sepse unë lëviz lirshëm. Në shumicën e kohës që lëviz në kam lëviz lirshëm, sepse unë nuk kam një patent. Tani do bëjmë pak shopping me Dearën edhe do lozim, do dalim, do pim një kafe dhe këto. Vete. Vete. Fute tu. Kape. Hapu. Pescane? Ok, ja. Gose S, ok. Oftot. Mami. Edi babi, sì? Edi babi. Mami.
Mami, të lupaci? Hi! Ne ishim bëm pak shpenzimet për javën. Plani që kisha shkruar të çfarë do gatuaj shkum I blem. Blem edhe kur dolan drejt gjërat që do I bëj advents kalendari. Ndërkohë, me që jemi tek advents kalendari, unë thash të tregoj adventsin tim. Ta-la-la! Ta-la-la! Hajde këtu. Atëherë, thash që nuk do blej advents kalendar, sepse disa shpenzime tjera, dhe Gersi dje mua më bëri advents kalendar dhurat. Dhe unë në fakt kam marrë më përpara produktet të Asamit dhe Gersi më kishte shkruar kishte marrë këtë, e cila është me produkte për fytyrën, për make-upin, për flokët dhe për trupin. Të gjitha produktet që janë këtu kanë vlerën e 225 euro, por kjo nuk ka bërë aq. Tani, duke qenë se ne dje nuk kishim, është ky. Dhe thash ta hap para se Dara të bjerë në gjumë për arsye sepse në fakt do filmoja një pjesë tjetër ku do shikohet mbas kësaj, por thash le t'i hapim këto për arsye sepse Dara do bjerë gjumë dhe kishte shumë qef, kishte që dje që thoshte nga që janë këto topat e vitit të ri, thoshte të lumbaci. Do hapim numër 1 dhe numër 2. Numër 2. Wow. Ku është numër 2? Prit. Edhe numër 2. Ta-da-da! Hajde këtu. Me mamin. Qa ka numër 1? Wow! Pas kanë nga një shprehje mbrapa, ju të gjitha, mami, ju të gjitha lëri këtu, mirë? Këto hapim të dyja sot, mirë? Kanë nga shprehje mbrapa dhe kjo e para thot që slay right through the night. Dara hapësh? Haroba. Hape, mami. Wow! Qash? Krem për fytyrën. Atëre, gjëja e parë që ka ra në advents është Hyaluron Night Krem. Në fakt produktet e Asamit mua më pëlqejnë shumë. Vetë make-upit I ka shumë të mira. Unë ka marrë make-upit ndërsa këto për skin care, për trupin dhe për flokun do I provojmë kësa radhe tani nga ky advents. Në fakt ka organic hair care, do me thënë ka produkte organike. Nuk është hapur dhe unë nuk po e hap, ndërsa të shohim se çfarë ka ke numri 2. Ta marrë mami këtë? Ho, make it glow. Le ta shikojnë. Prit, ju të gjitha, mami Dara, ju të gjitha. Çfarë ka numri 2? Vitamin C. Për fytyrën. Dhe lush mamin ti. Në fakt, kur e pash dje se si ma ka marrë Gersi u lumturova, sepse do bleja disa produkte dhe këto produkte mua po më qëllojnë këtu. Dhe po, do bleja një vitamin C dhe më qëlloj. Serum, 10% vitamin C. Në fakt, unë do mbaroj njëra ato që kam shi, dhe ja vendosë shmanë të. Unë kam, në fakt, por Mami, odo? ta provoj. Odo? Sa e but. Mami, odo? Odo? Mami, odo? Odo? Oh, pak. Njëll?
Mami. Pa, hape. Kështu, çuk. Bravo. Çuk pa. Këto do t'i vendosim ke veni, dërsa numrin 3 do e hapim nesër. Mirë, mami? Nesër, mirë? Do me thënë, pas nesër, kur të regjistrojmë. Për ditën 3, 4, 5. E thash, video do ketë një herë në 2-3 ditë, jo çdo ditë. Mama, petito. Wow! Po do e hapim nesër? Nesër, jo sot, mirë? Dara është në qumë, ndërkohë ne tani do i paketojmë to. Tani të tregojmë shpejt se çfarë kam bler. Sa më ramu tash ku shkujtu. Atëherë, kam bler kitaren, gjë që e ka hapur, ja ku është kitarja. I kam bler që ishte një gocë e vogël me qenusha. E dyta është kjo, që vendoset dhe flokët. Okej, fokuso kjo. Yes. I ka marrë këto, më në fund. I ka marrë këtë. Është me dritë. Ka marrë 2 si këto. Një do ja bëj një ditë, lëpirse. Këto janë me dritë. Tjetër. Këto e ka marrë për shpinë, në fakt për tavolinën. Për zbukurim. Ishte me 30% ulje ke family. Ishte bukur, është nga këto gjata. Dhe anash ka këto vizatimet shu. Kjo është një nga gjërat që ka marrë për zbukurim për shpinë. Vulejs. Ishte bukur. Dishat mirë nga këto që lexon në home, që niset një qëri vogël, ose nga këto me lule gjithë e bredhi. E di, po ku dëgjon ato s'pëlqen shumë. Tjetra janë këto. Tjetra, dorashka. Dhe Aras duke qenë se këtë vit i kupton më mirë festat, i ka marrë këtë. Dhe do ja vendos tek dhoma, çdo vit i marr nga një. Okej, ja. Dhe vendos aty. Dhe do ja paketoj në fakt. Një filxhem për vete. Kishte edhe më të bukur, por duke qenë se unë kam plot, nuk doja të shpenzoja. Dhe kjo ishte 2 euro. Kam marrë një tjetër top dëbore, është shumë i bukur, do i qej vendi, shpresoj mos e luajnë Dara shumë. Këto më pëlqejnë shumë, në fakt, dhe du të marrë për ditëshmëri Italia. Okej, mora këtë, kam këtë që kam pas gjëra. Është pastër, po gjithsesi, ku e di, ndoshta ka ngecur gjëra. Dhe tani do fus dhuratat. Tani unë këtu po e mbyll vlogun për ditën e sotme, vlogmas për ditën e sotme. Ne do shihemi përsëri në një video tjetër. Faleminderit që më ndoqët dhe bye!